Kjo është mënyra jeme si me përgatit kulaçin në mushën në tigan. Unë sot e bana me mozzarella e djath të grim. Shikojni si ka dalë. I mrekullueshëm. Filloj me përgatitjen në një anë thellë, hedhi mielin, krypen, hapi një grop mes e filloj me punoj mbrumin me ujë të vakt, mirë, derisa të përfitojmë një brum të butë e homogjen. E mulojmë dhe e lame pushu 30-40 minuta. Mas saj kohe marrim brumin, i bajmë një palosje të lehtë dhe e ndajmë në copa. Ku çdo copë e bajmë top, ku çdo top e hapim në kulaç sa fundi i tiganit që përdorim. E vendosim tigan që e kena lyer me shumë pak vaj në fund dhe aty në mes shtojmë mozzarellën dhe djathin e grim. Sipër vendosim kulaçin tjetër, e mbyllim mirë në anësore që mos na dalë mushja gjatë skuqjes dhe e lamu gatu derisa të jetë gati e të ketë marrë të ngjyrën e bukur nga të dyja anët. Faleminderit e ju baf mirë që se e provani.